Gjesti përlot publiku me fjalët e para pas humbjes së vëllait. Isha i thyer, por ju më mbajtet gjallë. Pas një periudhe të gjatë heshtjeje dhe dhimbjeje të thellë, Gjesti ka vendosur të flasë për herë të parë publikisht pas humbjes tragjike të vëllait të tij, Eldionit. Një rikthim i ngadalt, i ndjerë dhe tepër emocional, që ka prekur zemrat e mira ndjekësve të tij. Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, artisti ka gjetur forcën për t'u drejtuar fansave, duke ndarë me ta dhimbjen, heshtjen dhe procesin e vështirë të përballimit me humbjen. Me zë të qetë, por të ngarkuar emocionalisht, Gjesti tregoi se për një kohë të gjatë kishte zgjedhur të tërhiqej nga gjithçka për të përqendruar tek vetja dhe familja. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme me qëndru këtë kohë larg rrjeteve sociale, me u marrë me veten dhe me familjen, u shpreh ai. Në fjalët e tij ndjehej qartë pesha e dhimbjes, por edhe mirënjohja e thellë për mbështetjen e jashtëzakonshme që ka marrë nga publiku. Ai falenderoi secilin që i ka dërguar mesazhe, lutje dhe fjalë ngushëllimi gjatë kësaj periudhe të errët. Ju jam borxhli për gjithë dashnin që ma keni dhënë. E kam ndier çdo mesazh, çdo fjalë, çdo lutje, tha Gjesti, duke theksuar se kjo dashuri ka dhënë forcë për të vazhduar përpara. Momentin më të fortë emocional të deklaratës e shënoi konfirmimi i rikthimit të tij në muzikë. Me zë të qetë, por plot vendosmëri, artisti bëri të ditur se në janar të vitit 2026 do të rikthehet zyrtarisht muzikës, duke konsideruar këtë rikthim si një mënyrë për të nderuar kujtimin e vëllait të tij dhe për të vazhduar rrugtimin artistik që ai aq shumë e deshi. Në vitin 2026 kthehem në muzikë, aty ku e kam vendin. Ju dua dhe ju falenderoj nga zemra, përfundoi Gjesti, duke lënë pas një mesazh shprese, force dhe falenderimi. Ky rrëfim i ndjer ka prekur thellë publikun, duke treguar anën më njerëzore të artistit dhe duke rikujtuar se, përtej famës dhe skenës, dhimbja dhe dashuria mbeten universale. Nëse kjo histori ju preku, mos harroni të na mbështesni. Abonohuni në faqen tonë për të mos humbur asnjë lajm. Lini një pëlqim nëse ju pëlqeu dhe shpërndajeni që ky mesazh të arrijë tek sa më shumë njerëz. Mbështetja juaj na jep forcë të vazhdojmë të sjellim për ju lajmet më të sakta dhe më të ndjera.